Ka nisur ndërhyrja emergjente për vendosjen e një ure të re hekuri në Bleram pas dëmtimit të asaj ekzistuese, e cila kishte lënë të izoluara 2 lagje me rreth 600 banor, duke shkaktuar vështirësi në lidhje me lëvizjen e komunitetit dhe bllokimin e aksesit drejt varrezave të fshatit. Ndërhyrja po kryhet nga batalioni Gjenjo i forcave të armatosura. Po instalohet një urë nga batalioni i Gjenjos, e cila mundëson kalimin e 2 fshatrave ndërmjet njëri tjetrit, urë e cila ishte dëmtuar për shkak edhe të rreshjeve të shumta kohët e fundit. Është një mundësi që ju jepet banorëve për të qarkulluar lirshëm, por edhe për të komunikuar me njëri tjetrin, por edhe për të lëvizur edhe strukturat e tjera për të bërë një normalitet në gjithë këtë zonë. Duke u vlerësuar situata si emergjente, është kërkuar ndihmë nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe nëpërmjet grupit në terren të batalionit Gjenju është vlerësuar ndërhyrja me vendosjen e një ure beli. Sigurisht është kohë e vështirë me rreshje dhe me problematika të cilat ne po mundohemi të menaxhojmë, por jam i kënaqur të them që vetëm bashkëpunimi me institucionet ka arritur që ne sot në Shkodër të kemi një situatë fatmirësisht me minimumin e problematikave. Me të marrjen e ministrit kemi punuar dje nga Mazidhja deri sot në orët e para të mëngjesit. Jemi nisur direkt këtu, kemi mbërritur me një urë 12 metra, e cila mbretna ditës sot mendojnë që do ta shtrinë dhe nesër rreth orës 10 do bëhet totalisht e kalueshme. Autoritetet konfirmojnë se pavarësisht kushteve të vështira atmosferike, situata në territor është mbajtur nën kontroll, ndërsa monitorimi do të vijojë deri në normalizimin e plot.